I kam një 100 halle në kokë edhe sigur mos mjaftonin këto halle, ndalin ta taksirate me shpjegu story që edhe në Instagram se ka za njerëz këshin parazita pa punë që merren vetëm me mu, edhe i ndërpresin këto story, i nxjerrin jashtë konteksti, dalun keq pastaj e keq interpretojnë çdo gjë. E kam fjalën për atë storyn ku kam thënë që kalamajt ta shpivin, ndërkohë që atë ditë kanë qenë 5 story rresht njëra pas tjetrës që kishin bën me njëra tjetrën, lidhje me njëra tjetrën. Edhe këto kanë marrë një 2 sekondë të kësaj fjalie dhe asgjë para dhe asgjë mbrapa, sepse nëse do i dinit para mbrapa, do kishte kuptim edhe nuk do ma merrnit kështu siç e kanë marrë. E para punës, ajo fjali e thënë nga unë që ma keni marrë seriozisht nuk ka kuptim fare, sepse unë jam rritur në një familje me shumë kalamaj, jemi 4 gjysej, familje e madhe, edhe kur më ngënti ndonjë nga kalamajt, binte shtëpia në qetësi dhe thoja çka ka që nuk shkon, kupton? Unë jam mësuar me kalamaj, sigurisht i dua kalamajt edhe absolutisht nuk qëndron ajo fjalia. Dhe unë vetë kam qef që të kem një familje të madhe, kismet zotit me Asharin, unë do 4 fëmijë, ai 6, si mund të them unë këtë gjë? Edhe si mund ta merrni ju për seriozisht që kjo s'do fëmijët, kjo shaf fëmijët? Pash zot në madh. Dhe sigurisht që ka raste ku fëmijët të hynë pak në nerva edhe të testojnë durimin, siç ishte me mua atë ditë ku I kisha motrat edhe vëllezrit vërdall në përkuzhinë edhe nuk po mlenin që ta bëja atë storyn bashkëpunim që unë kisha. Mos bëjmë kot tani sikur ju me fëmijët kur bërtasin e kur u lërasin e kur ju ndërpresin një punë që jo po bëni, ju I buzëqeshni. Aman tash, aman. E bukur është se këto kritikat I marr nga këta që nuk dinë të edukojnë fëmijët e tyre dhe dinë vetëm dhunën si zgjidhje, vetëm rajnë dhe nuk din gjë tjetër me bë, edhe prandaj I kanë dalë kalamajt kështu. Anyway, unë thjesht nuk dua të kaloj asgjë personale siç e kanë kaluar tjerët, unë thjesht doja të sqaroja këtë dhe keni storyn gjitur këtu që ta kuptoni të plot. Mos ja vini re këtyre zhurmave lart e poshtë, se s'kam çaj bë, jam tek shtëpia mamit edhe ka kalamaj këtu, okay? Janë motrat edhe vllai. Kam filluar të më pëlqej shumë këto kohë. Ja prap motra që del e hy, se çaj të prandaj e kam me dymendja të bëj kalamaj apo jo, sepse kalamajt ta shpivin ndonjëherë, anyway. Tashi, siç po kalamajt I kam shumë xhan, okay?